Sa nëna kanë humbur fëmijët e tyre dhe sa fëmijë kanë humbur gjatë momenteve të lëvizjeve të mëdha, si për shembull në këtë periudhë. Ata që vinë nga Afrika, e dini se sa fëmijë humbasin? Do t'i tregoj një histori vërtet të çuditshme dhe e dhimbshme. Edhe në kohën e viteve 90, kur gjithë shqiptarët filluan që të lëvizin, edhe atëherë humbën shumë fëmijë. Por unë do t'i tregoj një histori që nuk dua që t'ju mallëngjej me histori shqiptare, por do t'i tregoj një histori që më ka mbetur në kujtesë, vërtet. Një luftëtare, një nën luftëtare që për 16 vjet luftoi, deri që të gjente fëmijën e saj. Ishte viti 2000, një grua nga Jakarta, në periferi të Jakartës, ishte martuar me lajmësi. Sepse dihet që në disa vende martohen akoma me lajmësi. Dhe ajo nuk e donte, megjithatë u martuan. E martoi jati, sepse ky ishte një njeri, le të themi një familje të mirë, si s'bëhet gjithmonë. Dhe lindën një fëmijë, ai ishte shumë aventurier dhe brite. E trajtonte keq, e rrihte gruan. Kaloi një kohë, edhe ai herë shkonte punonte në qytet. Nga aty shkonte punonte në qytet, që ishin rreth 4 orë larg nga Jakarta. Sepse shkonte në Jakarta. Kështu që ai nga fshati ose nga periferia ku rinin shkonte në Jakarta, paktën kështu thoshte. Mirë po, filloi që të rralloi, që të kthehej në shtëpi. Dhe thoshte që rinte aty në këto hostel, që quhen këto tip hotelesh të vegjël, që janë kështu last minute, që shkon aty të flesh për 1 orë apo për 2 orë dhe ikën. Dhe thoshte që flinte aty. Kaloi kohë dhe her pas here ai largohej gjithmonë më shumë, ndonjëherë rinte edhe 1 javë. Djali u arriti 4 vjeç. Dhe ndonjëherë dilte me djalin ky, dilin për të lozur ndonjëherë kështu ose ndonjëherë nëpër qytet, por merrte gjithmonë djalin, nuk e merrte gruan. Po rrallë, shumë rrallë. Një ditë vendosi të merrte djalin dhe të dilte, çu i tha të shoqes. Nuk u kthye më. Mori djalin dhe nuk u kthye më. Më kot që kjo ta kërkonte. Ke kërkoi gjithandej, shkoi në polici, asgjë. Se çfarë bëri ky miku? Ky ishte dashuruar me një vajzë të re, më të re se vete. Dhe ajo si duket i kërkoi, se kishte ca para ky, dhe i kërkoi ajo që të jetonin bashkë. Dhe ky çfarë bëri mjeshtri? Shiti shtëpinë, mori djalin, mori dhe ato para që kishte dhe iku. Kështu që gruaja u gjet pa para, pa shtëpi dhe pa djalin e saj. Për një nënë është tepër e dhimbshme. Tash mu ka mbetur në kujtesë, kjo është vërtet shumë e rëndë. Ndodhin shpesh, po unë do t'i tregoj vetëm këtë. Dhe me fjalë luftëtare, grua luftëtare. Kishte vetëm nënën, gjyshen, kjo jo prindrit, kjo grua. Kishte vetëm gjyshen, prindrit nuk i kishte, nuk di se kaq lexova, por di që kishte vetëm gjyshen. Dhe gjyshja jetonte me ndihma sociale. Gjyshja e kësaj nëne që mbeti e vetme. Dhe s'kishte kush ta ndihmonte. Si përfundim, në gjatë atyre kohërave, ajo gjyshja vdiq, sepse ishte e vjetër, dhe kjo mbeti pa asgjë, se nuk pagodhe shtëpia që jetonte, nuk ishte me saj, kështu që ajo jetonte me qira. Por dal nga dal humbi punën, humbi çdo gjë, s'kishte askënd, mbeti në mes të 4 rrugëve, sepse ajo ndërkohë kërkonte punë sepse kërkonte djalin. Por ç'bëri? Ajo u shkëput nga vendi ku qëndronte, ku jetonte, pra 4 orë larg Jakartës, dhe shkoi në Jakarta. Aty ishte pamundur, sepse janë qytete të mëdha, ishte pamundur që të gjente punë, ishte pamundur gjente në një diçka kështu, por nuk ishte fikse, punë fikse. Dhe ç'bëri? Bëri një shtëpiz ose një kasolle poshtë një ure, dhe ndërkohë kërkonte djalin. Ishte kohë se ajo mendonte se meqense ishi shoqi, i thoshte që kishte që
rrinte aty në Jakarta herë dhe ajo mendoi që ishte aty. Por kishte ndodhur diçka. I shoqi jetonte me atë tjetrën që i dha të gjitha aparatet, të gjitha shtëpinë që shiti, 13 orë larg. Ishte në një ishull shumë larg. Dhe kjo nuk e dinte. Por çfarë bëri ai? Se ishte ende i vogël fëmia dhe u mundua që i ndroi fëmijës i ndroi emrin. Dhe nga Alex i vuri një emër tjetër. Dhe gjatë kohës kaluan disa vite, më duket një 6 vite, dhe e morën telefon këtë sepse kishte ndodhur një aksident. Dhe ku ndodhi aksidenti? Pikërisht në Jakarta, aty ku ishte ajo në qytet. Ku shkoi kjo që e thërritën, sepse e thërritën. I thanin që sepse kjo kishte vënë një investigator privat. Investigatori privat tha është burri jot ta, ish burri ta që ka psuar aksident. Burri vdiq në aksident aty në Jakarta. Dhe kjo ishte më se e bindur që djali i saj ishte diku aty në Jakarta. Por nuk e dinte që i shoqi, përveç se i kishte ndëruar emrin, në momenti që ai humbi çdo gjë, që donte më ajo që e reja që ishte me të, dhe çfarë bëri ajo? Ja dha fëmijën një mbesë së saj. Një mbesë së saj që nuk bënte fëmijë. Me një fjalë, një mbesë që ishte, më duket 30 vjeç i gjë tillë kështu, dhe mbante këtë djalin që në atë kohë më duket ishte 11 vjeç, 12 vjeç. Dhe kaluan vite, pas me një fjalë, kur u bë rreth 20 vjeç, ky djalë i tha të vërtetën ajo njerka, ajo që i mori t'jatit çdo gjë, i tha të vërtetën një ditë duke u zënë. Me një fjalë e acarruar, nuk e di si tha, bastarda, nuk e di i tha një gjë tillë. Ti tha duhet të rish, mbyllë gojën tha kur flet, sepse ti tha nuk je asgjë. Ty tha të kemi gjetur në rrugë. Ai donte të dinte të vërtetën dhe e detyroi atë që ti thoshte të vërtetën. Kur i tha të vërtetën, se nga ishte, ku ishte atje, ky shkoi të kërkonte nënën. Dhe shkoi gjithandej nëpër Jakarta, ku ishte, ku s'ishte, e kërkoi gjithandej. Dhe e ka gjetur vetëm me një cop letër që gjeti në asistent social. Një cop letër, ku në atë letër ishte një listë ku ajo merrte ndihma sociale. Me anë të asaj, ajo kishte vënë një rrugë që nuk ishte, në të vërtetë ajo nuk ishte një shtëpi, por kishte vënë një rrugë të një zonje që kishte një shtëpi aty afër, për postën, që t'i vinte posta. Pra, te ura ku ajo rrinte, nuk ishte shtëpi, ishte një kasolle. Por pranë asaj ure, rreth 200-300 metra larg, ishte një shtëpi e një zonje që kjo i kishte për ndihmë, i tha që mbaje këtu, tha, residencën, dhe që t'i vinte posta dhe kishte alse mos i shkonte djali. Djali shkoi tek ajo zonja atje dhe ajo i tha se ku jetonte. Kur shkoi, që e pa nënën, sepse jetonte në rrugë. Ulni gjunjë djali dhe i puthi këmbët. E i tha më fal që nuk erdha më përpara. Ajo nën ka qarë kaq shumë, sa që pas 3 muajsh vdiq nga marazi. Por vdiq nga gëzimi, jo nga marazi. Nga gëzimi sepse ishte një dashuri kaq e madhe, dhe pas 3 muajsh e mora vesh më vonë këtë, sepse para disa kohësh kisha bërë një video, por nuk e dija këtë rast dhe e mora vesh më vonë me fjallat të shkrimin që ajo nga dashuria e madhe u krijuan komplikacione në zemër dhe vdiq. Por tha një fjalë përpara se të vdiste. Më në fund të përqafova. Ky ishte projekti im, si mund të quhet, misioni im, vetëm të përqafoja për herë të fundit. Sa histori të tilla gjejmë. Para dje lexoja një artikull të një nëne që i iku djali 11 vjeçar nga Afrika. Iku sepse e mori xhaxhai, e hypi me zor në vark, në ato anijet që dërgojnë këtej, sepse i jepnin para. I jepnin para dhe mungon të njeri. Dhe ç'bëri ky, xhaxhaja, kushuriri sa ishte, se kështu i thon ata, e mori dhe futi djalin 11 vjeçar pa thënë asgjë askujt. Dhe e sollën në Itali. Ky pas 8 viteve
7 vite sa ka kaluar, më në fund takoj nënën. Sa e dhimbshme. Dhe po thoshja, merrini me mend se sa fëmijë humbasin në botë. Kërkoni një se sa fëmijë humbasin në botë. Tregohet që humbasin nga 2 deri në 8 milion fëmijë në botë. Po. Dhe po thuaj gjysma e tyre, ose le ta zëm edhe 20% e tyre nuk gjenden më. Më fali që hapa një diskutim të tillë sot në mëngjes, por më ka mbetur kjo në kujtesë dhe doja ta ndaja me ju. Kalofshi një ditë bukur dhe mos harroni, kush nuk i ka bërë like, ti bëj like faqes që të shihemi sërish. Ju përqafoj, ditë të mbarë dhe punë të bukur.